Finalja e shumë pritur e shpalli Selinën fituese, por duket se jo gjithçka ka përfunduar me duar tërkitje dhe festë. Menjëherë pas mbylljes së spektaklit ka nisur reagime të forta ku një qendër të vëmendjes është vendosur ish finalisti Rogerti. Ky i fundit i cili u eliminua i pari nga 4 finalistët është shfaqur dukshëm i zhgënjur nga rezultati. Burime pranë produksionit tregojnë se ai u largua nga studio në gjendje të rënduar emocionale, pa qëndruar gjatë për të ndjekur momentet e fundit të finales. E njëjta atmosferë tensioni është reflektuar edhe tek mbështetësit e tij, të cilët prisin një rezultat ndryshe. Mungesa e Rogertit në festën zyrtare pas finales vetëm sa shtoi dyshimet për një pakënaqësi më të thellë. Ndryshe nga banorët e tjerë, ai zgjodhi të mos jetë pjesë e celebrimit duke u distancuar plotësisht nga atmosfera festive. Pak kohë më vonë, ai u shfaqi në rrjetet sociale në shoqërinë e reperit Don Phenom, i cili e quajti publikisht fituesin e vërtet, por vëmendjen më të madhe e mori vetë deklarata e Rogertit që ndezi debat online. Këto lojra janë bërë për politikën vëlla, nuk janë bërë për njerëzit e vërtet, u shpreh ai duke lënë të kuptohet se pas rezultatit mund të fshihen interesat të tjera. Po ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.